Lecce fitoi me rezultate 1-0 ndaj Fiorentinës në transfert. Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi me Don Berisha, ndërsa bashkë me Ylber Ramadanin luajtën nga minuta e parë. Pas ndeshjes, Berisha u vlerësua nga Serie A si lojtari më i mirë. SofaScore po ashtu me vlerësimin 7.9 i dha notën më të lartë për ndeshjen. Ramadani pati gjithashtu një vlerësim pozitiv me notën 7.2. Përshëndetje tifozët e Lecces, këtë fitore dua t'ua dedikoj juve. Po, forca Lecce, u shpreh Berisha pasi të roqi çmimin e Serie A. Berisha pati 3 goditje ku një prej tyre përfundoi në port gjatë ndeshjes kundër Fiorentinës. Ramadani po ashtu e goditi një herë portën. Berisha pati 3 pasime kyç dhe 2 duele të fituara nga 4. Ramadani spikati me 8 duelet e tij të fituara nga 13 ku u përfshi. Më tej pati dhe 3 ndërhyrje në top dhe pastrime. Topat e gjatë prej tij u konkretizuan 6 nga 12.